I dënuari me burgim të përjetshëm Aldo Bare ndryshon kërkesën në gjykatën e krimeve të rënda në lidhje me lagunën e Karavastas. Në seancën e parë, avokati i Korabcani deklaroi se nuk bëhet fjalë për kthimin e lagunës, por për një garazh që ndodhet në Lushnjë. Klienti jon kërkon rivendosjen afat për të bërë në ankim ndaj një vendimi që është vendosur sekuestër mbi pasuritë e tij. Nuk bëhet fjalë për atë pasuri që është deklaruar nëpër media për lagunën, bëhet fjalë për një garazh dhe trollin e tij, një pronë që i përket familjes së tij. Sa për lagunën nuk do kërkojnë. Ka urdhër nga laguna apo nuk e ka kërkuar? Nuk e ka kërkuar dhe unë nuk jam autorizuar që të flas më shumë se sa kaq. Por pak ditë më parë nga qelia e Burgut, Aldo Bare i kërkoi shtetit shqiptar kthimin e lagunës së Karavastas, me pretendimin se sekuestrimi dhe konfiskimi i saj është bërë pa prani në këtë proces të një përfaqësuesi ligjor për të mbrojtur interesat e tij. Kjo lagunë nga viti 1998 deri në vitin 2006 rezultonte si pronë e Aldo Bares, ndërsa 5 vjet më vonë me vendim të qeverisë ajo i kaloi për shfrytëzim Ministrisë së Mjedisit. Ndërkohë gjykata vendosi të shtypë në 22 shtator shqyrtimin e kërkesës së Aldo Bares për lagunën e Karavastas. Shkak u bë mungesa e autorizimit nga ana e avokatit Korabcani.